A kimi mshel bizneset që ja shesin fëmijëve cigaren? Absolutisht nuk e kam asnjë pengesë ose ndonjë droj për mos me I denu, sankcionu, edhe deri në mbyllje. Shitja e duhanit për fëmijë është sindrom I përditshëm Kosovë. Nuk të pyesin as kiosqet, as marketet, shumica e tyne për shitjen e duhanit. E kemi testu këtë me 12 vjeçar, I kemi vënu kamerat 12 vjeçarit edhe ka mujt me ble në shumicën e vendeve. Faleminderit Jeta për këtë pyetje. Kjo pyetje është me të vërtetë me rëndësi tepër të lartë e gjithashtu edhe prek një ligj I cili është në agjendën legjislative edhe të qeverisë edhe të kuvendit. Kjo është një punë e përbashkët e dy inspektorëve, edhe inspektoriatit të tregut edhe të inspektoriatit sanitar. Ajo çka është shumë brengosëse. Është dy vete këshyrin me mu? Jo, dy, domethënë I bjen në dikaster të dy inspektorate. Dy inspektorateve duhet të ishte. Po çështja e duhanit. Ata nuk çojnë ndaj testim që me këshyr sistematikisht. Po, kemi ngjecje këtu edhe më duhet ta pranoj që këtu kemi dështu komplet. Edhe me parandalimin e konsumit të duhanit në hapësira të mbyllura. Mas 4 vjetëve udhëheqemi Moza Kusarit. Ekip plus, s'po muj pa e përmen, ekip burr një aktivist që lufton për me nal duhanin, përgjithësi edhe për të mdhej. A kena me pa, në fund, a ki me mshel, në shtapiteje kështu po kërkoj, si aktiviste, shtëpia aktivistëve që dëni me nal cigaren. A kimi mshel bizneset që ja shesin fëmijëve cigaren? A kimi guzumi mshel? Absolutisht nuk e kam asnjë pengesë ose ndonjë droj për mos me I denu, sankcionu, edhe deri në mbyllje të duhaneve, të dyqaneve që shesin duhan, që bizneseve të mëdhaja që ekspozojnë duhanin, bizneseve të vogla që mandej mendojnë që bëhen të mëdhaja duke dëmtuar shëndetin e fëmijëve që shesin vape. Një temë tjetër tepër shumë e rëndësishme me peshë për shëndetin publik. Çush kime bëj që ta? Veç po më të metodat që me e nal dikon me ashit vape. Vape edhe më shumë po I shitet se cigaria. Kemi metodën e sankcionimit të drejt për drejt. Ka dalë, nëse s'tkallzojnë, çush kime testu sistemin me nal pa priti me të kallëzu mështeria në telefon. Jo, konsumatori... Nuk kanë me thirr. Fëmijët nuk thrasin, unë mendoj që nuk e shoh këto vetëm, domethënë ne duhet të prim kësaj, por këtu duhet me aleancë të përbashkët, me shoqëri civile, me domethënë këshillat e prindërve, që bashk të ngriten e para si breng, të krijohen mekanizmat e sankcionimit që janë punë e jona, dhe e treta që të bëhet kontrolli I vazhdueshëm I fëmijëve për mos konsum të vejpit, të duhanit. Njëjtë alkoholin, kafiqa mundet me ushit nër 18 vjeçarëve. Edhe kjo është edhe markete. Një prej ndoshta problemeve e cila kërkon trajtimin me urgjencën më të lartë në raport me shëndetin publik.